Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë Atomike pritet të rikthejë inspektimin në objektet bërthamore të Iranit pas marrëveshjes arritur mes Shtetet e Bashkuara dhe Teheranit për t'i dhënë fund tensioneve dhe konfliktit mes palëve. Kreu i agjencisë, Rafael Grossi, konfirmoi se memorandumi i mirëkuptimit i nënshkruar nga SBA-ja dhe Irani parashikon mbikëqyrjen e aktiviteteve bërthamore iraniane nga inspektorët të ndërkombëtar. Sipas Grossit, çdo aktivitet që lidhet me materiale dhe objektet bërthamore do të jenë në vëzhgimin e agjencisë, çka do të kërkojë rikthimin e inspektimeve në terren. Për ta bërë këtë do të na duhet të inspektojmë, nuk ka rëndësi nëse kjo ndodh pas ditësh apo më vonë, por do të ndodh, deklaroi ai. Qëndrimi i kreut të agjencisë vjen në një moment kur ka pasur deklarata të ndryshme nga Washingtoni dhe Teherani lidhur me aksesin e inspektorëve ndërkombëtar. Presidenti amerikan Donald Trump deklaroi se Irani kishte pranuar riserimin e inspektimeve të OKB-s, ndërsa autoritetet iraniane kanë mohuar se është planifikuar ndonjë vizitë e re në këtë fazë.